Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare, nga Lorena Fjolla. Mirë erdhët në java në dritare. Ritakojmë sërish edhe këtë të premte për të diskutuar rreth aktualitetit. Dhe Partia Demokratike duket se vijon të jetë ende tema më e nxehtë e ditëve të fundit. Për të folur rreth kësaj force politike, unë kam të ftuar sot zotin Ivi Kaso. Përshëndetje zoti Kaso. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat të jeni në dritare. Zoti Kaso, e nesërmja është cilësuar si një ditë mjaft e rëndësishme për demokratët. E ka theksuar më herët kreu aktual i Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe ish kryeministri Sali Berisha. Duket se e nesërmja kjo e shtun do t'i gjejë demokratët e ndarë. Ju sa kohë keni që jeni në Partinë Demokratike? Sa i gjatë është marrëdhënia juaj me këtë parti? Dhe si e shikoni çfarë ndjeni kur themi se e nesërmja do t'i gjejë demokratët e ndarë? Faleminderit për pyetjen, është një pyetje që pak në fakt ma kanë bërë. Mund të them që këtë dhjetor është mbushur viti 15 i marrëdhënies time aktive me Partinë Demokratike, duke filluar duke dhënë kontributin në nivelet ndryshme të saj dhe 8 vitet e fundit, vitin 9 i fundit, në organet qendrore të Partisë Demokratike, duke dhënë kontributin herë si jurist i saj, herë si përfaqësues në çështjet zgjedhore dhe më pas i zgjedhur prej vitit 2014, kur deri atëherë kam shërbyer si koordinator në procese të ndryshme brenda Partisë Demokratike, i zgjedhur si sekretar për çështjet zgjedhore, si antar i Këshillit Kombëtar, antar kryesie e kështu me radhë. Është një motiv keqardhje për të menduar që dita e nesërme, jo vetëm dita e nesërme, por në fakt edhe shtuna e kaluar, që ishte edhe ditëlindja e Partisë Demokratike, t'i gjendë demokratët të ndarë, një pjesë e madhe e tyre, pjesë dërmuese e antarësisë e përfaqësuesve të zgjedhur me votë në kuvendin kombëtar të saj dhe një pjesë kolegësh të cilët për fat keq refuzojnë ende të shohin realitetin dhe të shohin drejt dhe me gjaftësi situatën në cilën gjendet sot Partia Demokratike, që nuk është një situatë as pak e thjeshtë për hir të së vërtetës, të rrinin, le të themi, të ndarë dhe të mos mblidheshim jo vetëm për të festuar së bashku, por dhe për të marrë vendime të mëdha dhe të rëndësishme së bashku, vendime që kanë të bëjnë drejt për drejt me të ardhmen e Partisë Demokratike dhe me të ardhmen e opozitarizmit dhe rrjedhimisht të ardhmen europiane që Shqipëria meriton që duhet të ketë. Kjo është pak a shumë situata dhe është një keqardhje, le të themi, që vazhdon për sa kohë që kjo nuk do të thoshe betejë, por ky rivalitet brenda demokratëve, pasi është një situatë e një përçarje e cila ka filluar vërtet në qendër, në nivelet e larta të saj, po për fat keq ditë pas dite vazhdon e thellohet më shumë, duke shkuar në bazë, duke shkuar te antarësia e thjeshtë, duke ndarë demokratët e kësaj ane me demokratët e anës tjetër, dhe për sa kohë të vazhdoj një situatë e tillë, një situatë e cila nuk e lë Partinë Demokratike që të shprehi gjithë potencialet e veta, jo vetëm njerëzore, por dhe organizative dhe të opozitarizmit, cilat i ka të pafundme, do të vazhdoj të jetë një trishtim për ata që jetojnë nga brenda, sikundër unë, por edhe për ata shqiptarë thjesht që syt i kanë drejtuar nga Partia Demokratike si shpresa e vetme që në këtë vend që diçka mund të ndryshojë dhe mund të ndryshojë për mirë në jetën e tyre. Ka shumë vite në Partinë Demokratike, patjetër që nuk keni vetëm kolegë brenda saj, por edhe miq. A keni diskutuar, keni takuar me ata që nuk ndajnë të njëjtin qëndrim me ju, që tashmë janë pozicionuar krahas liderit, kreut aktual të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha? Unë, siç e thotë edhe ju, gjithë këto vite brenda Partisë Demokratike, në sajt bashkëpunimit, raportet njerëzore janë forcuar me një pjesë të mirë të jo vetëm të eksponentëve, por dhe të antarëve të thjesht Partisë Demokratike, me të cilët kemi ndarë
bashk betejat pafundme, procese zgjedhore të pafundme, protestat pafundme, me të cilët kemi qenë krah për krah, kur të gjithë bashku kemi ngrënë gazin lotësjellës në protestat kundër qeverisë, kemi gdhirë net të pafundme dyerve të komisariateve për të nxjerrë kolegët tanë të cilët mbaheshin të arrestuar ose të burgosur. Është një jetë e tërë, jo vetëm politike, e mbushur me marrëdhënie njerëzore dhe sigurisht këto marrëdhënie njerëzore tej ndasisë, le të themi, dhe kontestit që ka përfshirë Partinë Demokratike, vazhdojmë të takohemi me miqt, por nuk mund të shmangim atë që është tema e ditës edhe brenga që kemi të gjithë, sepse besoj e përjetojnë në të njëjtën mënyrë dhe kolegët që gjenden nga ana tjetër, le të themi, dhe motiv brenge dhe shqetësimi për ta është që si do të mundet të përfundoj sa më shpejt kjo histori dhe si mundet që Partia Demokratike të dalë nga gjithë kjo luftë, në thonjë, gjithë ky rivalitet, gjithë ky kontest, të dalë përsëri e bashkuar ose le të themi me sa më pak humbje burimesh njerëzore, me sa më pak humbje besimit e njëri tjetri, dhe si mundet të bëhemi sa më shpejt forca që do të i propozoj përsëri shqiptarëve një program qeverisës dhe një program bindës se si mund të arrihet ndryshimi nëpërmjet adezionit të njerëzve të thjeshtë të këtij vendi në aksionin politik të Partisë Demokratike dhe mbështetjen më pasi do të japin me votë menjëherë sapo zgjedhjet e ardhshme të vinë. Kështu që le të themi është një shqetësim i përbashkët që kemi me kolegët, por për fat të mirë ende kjo plagë e freskët nuk ka arritur që të ndajë, le të themi, dhe njerëzit dhe të prish ato raporte njerëzore që janë krijuar dhe janë farktuar në vite dhe në betejë të shumta të përbashkëta. Ndërkohë ju u pozicionuat krahas Berishës. Ishte kjo për arsye sepse ju besonit pak tek drejtimi i Lulzim Bashës në Partinë Demokratike, apo sepse besoni se vetmi që mund ta çojë Partinë Demokratike drejt fitores është Sali Berisha? Në fakt, pyetja është pak reduktive, unë kam patur rast ta shpreh edhe në emisionet të tjera, është pak reduktive që kjo gjë le të themi të publicizohet thjesht si një përplasje Berisha-Basha, nuk është e tillë. Ka një nevojë të brendshme të Partisë Demokratike të antarësisë për të patur brenda saj forume funksionale, për të patur organizma të gjalla dhe funksionale, për të patur hapësira shprehje lirie, mendimi, demokracie dhe mbi të gjitha për të funksionuar një mekanizëm që ka kohë që nuk ekziston ose ekziston një masë shumë të vogël brenda Partisë Demokratike, atë të shprehjes lirë të antarësisë me votë dhe të ecis përpara mbas meritokracisë dhe të kontributeve. Por kjo mund të bëhet edhe ndryshe. Është një nevojë të cilën e ka ndjerë antarësia, e ka ndjerë thellë antarësia e Partisë Demokratike, dhe nevojë të cilën e ka nxjerrë më parë edhe lëvizje të tjera të cilat kanë filluar ndoshta edhe më përpara se lëvizja e zotit Berisha ose njëkohësisht me të. Kujtojmë këtu që në garën e fundit të paktën kryetar partie ka patur disa platforma të cilat e kanë rivalizuar zotin Basha. Një nga këto dhe më e rëndësishmja, besoj në këndvështrimin tim, ishte manifesti politik i zotit Kadilli, i cili ishte një, le të themi, një ofertë për përmirësimin e cilësisë të demokracisë brenda Partisë Demokratike, për të patur një parti më të madhe se kryetari dhe për të bërë një opozitë akoma më të madhe se sa Partia Demokratike. Ofertë politike kjo e cila pati adezion të madh te antarësia dhe sigurisht edhe pjesa e elektoratit jo detyrimisht të lidhur tradicional me Partinë Demokratike, dhe që më pas gjeti pasqyrime edhe te krijimi një lëvizje brenda Partisë Demokratike, në të cilën unë jam një nga pjesëtarët. Ishte lëvizja, vazhdon të jetë lëvizja Ide, e një grupi të rinj jo në moshë brenda Partisë Demokratike, por
elementesh, profilesh të reja politike, të cilët kanë propozimin e tyre për një opozitë ndryshe. Një propozim i cili vazhdon të jetë në tryezën e propozimeve që i shpalosen antarësisë Partisë Demokratike. Sikundër ka patur edhe propozimet të tjera të cilat kanë ardhur nga grupimet ndryshme, si për shembull grupimi për PD-n ose kandidatë të tjerë të pavarur. Pra le të themi që nuk ka qenë vetëm lëvizja e zotit Berisha që ka, le të themi, i shpërgjigjur kërkesës së thellë për ndryshim të antarësisë, por mund të themi që foltorja e nisur nga zoti Berisha ka shërbyer si katalizator që të gjithë atë nevojë për ndryshim dhe të gjitha ofertat e tjera politike të cilat propozonin demokratizimin e jetës brendshme të Partisë Demokratike, të funksionimit të saj, të merrnin të gjitha së bashku entuziazmin dhe mbështetjen e masës më të madhe të antarësisë së Partisë Demokratike dhe të gjitha së bashku të bëheshin, le të themi, iniciatore të kërkesës së antarësisë për të patur një kuvend kombëtar kur më në fund demokratët të mblidheshin dhe të diskutonin hapur problematikat e tyre, çka u finalizua, le të themi, dhe në kuvendin kombëtar të datës 11. Dhe në qoftë se shohim organet qendrore të Partisë Demokratike që janë krijuar mbas kuvendit kombëtar ose për vullnet të kuvendit kombëtar të datës 11, shohim organin e përkohshëm më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, i cili do të drejtojë dhe ka filluar të drejtojë duke ushtruar funksionet kryesore ekzekutive të kësaj partie, që është Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike, që gjejmë një larmi profilesh të spikatura politike, të cilët vinë me një background të ndryshëm, me një kontribut të ndryshëm, me cilësi dhe karakteristika të ndryshme për të krijuar atë puzzle-in, le të themi, të bashkimit të gjithë flukseve dhe të aktorëve relevant politik brenda Partisë Demokratike, të cilët janë pasqyruar më së miri në këtë komision dhe, siç e thash, reflektojnë të gjitha ndasitë e vogla në thonjza brenda nesh. Por për këtë arsye unë ndala pak gjatë, po desha ta bëj të qartë që lëvizja që ka nisur dhe është katalizuar sigurisht nga foltorja e zotit Berisha, ngërthen në vetvete shumë element të tjerë dhe është një thirrje e madhe për drejtuar palës tjetër, e cila vazhdon të pretendojë që formalisht mban akoma drejtimin e Partisë Demokratike, që në këtë parti ka një nevojë të madhe për forume funksionale, ka një nevojë të madhe për demokraci, ka një nevojë të madhe për përfaqësim dhe të gjitha këto, le të themi, kërkesa dhe domosdoshmëri të ndjera si të tilla nga baza e Partisë Demokratike dhe nga antarësia e saj nuk mund të injorohen më. Ndërkohë, nesër edhe një ditë nda nga referendumi i Partisë Demokratike. Nesër çfarë pritet të ndodhë? Nesër ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur rëndom në Partinë Demokratike, sa herë i është drejtuar antarësisë për të votuar, për fat të keq me statutin i cili u ndryshua ditën e shtunë, datën 11, kjo thirrje, pra kërkesa e antarësisë për të votuar një antar një vot, bëhej vetëm për rastin e zgjedhjes kryetarit të partisë, me ndryshimet e rëndësishme të statutit që u bën në datën 11, pra të shtunën e kaluar, u rikthye në statut një element shumë i rëndësishëm dhe një institut shumë i rëndësishëm që është ai i referendumeve, një institut ky i cili ishte kohë që ishte zhdukur nga statuti i Partisë Demokratike dhe si tillë me kërkesë të madhe të antarësisë u rikthye dhe le të themi për herë të parë mbas shumë kohësh antarësia do të mund të shprehet drejt për drejt me votën e saj për një çështje të rëndësishme siç është në këtë rast shkarkimi i kryetarit të partisë ose konfirmimi i vendimit të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Modalitetet me të cilat do të ndiqet procesi nesër janë të njëjta me modalitetet të cilat e ndjekur në çdo proces zgjedhor në Partinë Demokratike. Pra, procesi do të zhvillohet në mënyrë kapilare në secilën deg të Partisë Demokratike, ku do të ngrihet një qendër votimi ose disa qendra në diskrecion dhe në varësi kjo të le të themi të kapaciteteve organizative dhe logjistike të degëve përkatëse, dhe është një proces i cili do të menaxhohet nga vetë degët e Partisë Demokratike, të cilat kanë ngritur komisionet përkatëse,
dhe besoj që gjithçka është gati për ditën e nesërme, pasi në dienin time janë shpërndarë dhe baza materiale nevojshme dhe gjithçka tjetër, të cilat do të bëjnë të mundur që nesër cili do demokrat, i cili disponon librezën e tij të antarësisë, kartën e tij të antarësisë, pavarësisht nga vitin i cili është antarësuar në Partinë Demokratike, do të mundet që së bashku me një dokument identifikimi të paraqitet nesër përpara komisioneve dhe të shprehet me parimin një antar një vot, lidhur me vendimin e Kuvendit të Partisë Demokratike që dekretonte shkarkimin e zotit Basha nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Është një ushtrim demokracie, cilin siç e thash, demokratët kanë kohë që nuk e kanë bërë, po besoj që nuk kanë harruar ende se si bëhet. Ndërkohë ju përmendet ndryshimet në statut që u bën të shtunën e shkuar, por ende për to gjykata nuk ka dhënë asnjë vendim. Nga ana ligjore, a njihen këto ndryshime? Çfarë ka prodhuar Kuvendi 11 dhjetorit, duke e parë nga ana ligjore? Atëherë nga pikpamja ligjore, sikur ndodh në çdo kuvend të Partisë Demokratike ku merren vendime të rëndësishme, ku ndryshohet ose jo statuti, ato ndryshime dhe ato vendime të marra nga Kuvendi Kombëtar janë çuar për regjistrim në gjykatë, siç ka ndodhur zakonisht. Veçoria e kësaj radhe është që janë çuar më shpejt se sa herët e tjera, ku është dashur të priten disa muaj përpara se gjykatat marrin shqyrtim le të themi vendimarrjet e kuvendeve, por besoj duke qenë të kopësitura nga pikpamja ligjore dhe nga pikpamja proceduriale, të gjitha vendimarrjet ka për të qenë një procedurë rutinë dhe formale e gjykatës, e cila mbasi të verifikojë që statuti i ri nuk përmban element antidemokratik, sikundër është parashikimi kushtetues, që çdo statut ose dokument bazë i partive politike duhet jetë në përputhje me parimet e demokracisë dhe të lirisë, të cilat janë të sankcionuara në kushtetutë, do të verifikojë vërtetësinë e gjithë hapave proceduriale që ne kemi ndjekur në marrjen e atyre vendimeve, dhe si të tilla gjykata do të mund të regjistrojë pastaj në regjistrin e partive politike jo vetëm statutin e ri të Partisë Demokratike, por dhe organet e reja të cilat kanë dalë prej tij, siç e thash, më e rëndësishme për cilëve për një kohë 4 mujore, pra për një periudhë tranzitore, do të jetë Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Zoti Kaso, më lejoni të pyes edhe për pozicionin tuaj tashmë që jeni praktikisht, teorikisht më sakt, i shkarkuar nga pozicioni juaj në Partinë Demokratike? Po, është e vërtet, me vendim të Kuvendit Kombëtar të datës 11, njëri për vendimeve, konstatoi që nënkryetarët e Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm dhe gjithë sekretariati funksional, pjesë e cilëve isha dhe unë, si sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore, ishin zgjedhur në kundërshtim me dispozita urdhëruese të statutit të vjetër të Partisë Demokratike, për të statutit në fuqi në kohën në cilën e u zgjodha. Pasi ky statut parashikonte që për gjithë të opozicione Këshilli Kombëtar të mund të shprehej me votim të fshehtë midis dy kandidaturave alternative, një procedurë kjo e cila nuk u ndoq dhe u votua me votim të hapur me një kandidaturë për secilin pozicion. Pra duke konstatuar këtë mospërputhje, Kuvendi Kombëtar dekretoi dhe vendosi shkarkimin nga detyra si të pazgjedhur ligjërisht në këto funksione nënkryetarët e partisë, sekretarin e përgjithshëm dhe sekretariatin funksional, ndër të cilët edhe unë. Ndërkohë po zoti Berisha, shpallja non grata e zotit Berisha, çfarë do të thotë ligjërisht për Partinë Demokratike? Se kemi diskutuar nga pikpamja morale, por më pak nga ana ligjore. Unë nuk mund të shprehem, le themi, çfarë do të thotë nga pikpamja morale ose nga pikpamja politike kjo për zotin Berisha, por ligjërisht nuk ka asnjë dispozit që unë mund të gjej në ligjin për partitë politike, në ligjin për dekriminalizimin, i cili do të mund të pengonte, le të themi, një person nga mbajtja e një funksioni publik, lidhur me shpalljen e dikujt grata ose non grata nga një shtet i caktuar ose jo. Aspektet që janë diskutuar deri më sot kanë qenë aspekte mbi të gjitha morale, çështjet figurës dhe dinjitetit të zotit Berisha, për cilin ai ka zgjedhur që të bëjë betejën e tij, betejë cilën e ka filluar me sa di me një çështje pranë gjykatës Parisit, dhe betejë në cilin i uroj me gjithë zemër zotit Berisha që të dalë fitimtar dhe kryelart prej saj. Por, siç e ka thënë zoti Berisha, kjo është një betejë e tij personale dhe nuk duhet ngatrohet me aspekte të tjera
të funksionimit të një partie politike, aq më pak me aspekte ligjore, të cilat, siç e thash, nuk prekin as zotin Berisha dhe nuk kanë prekur as persona të tjerë të cilët në kohë të ndryshme le të themi mund të kenë marrë të njëjtin shpallje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose nga ndonjë vend tjetër. Për të rikthyer tek referendumi, nëse në ditën e nesërme antarësia vendos për shkarkimin e zotit Basha, me datën 19, si do të vijojë, si do të jetë procedura, si do të shkarkohet zoti Basha? Atëre, nga pikpamja ligjore, kuvendi ka marrë një vendim, siç ka qenë dhe është tagër dhe e drejtë e kuvendit kombëtar lidhur me shkarkimin ose jo të kryetarit të partisë. Vendim ky që sipas normave të statutit të ri, kuvendi kombëtar ka vendosur që ta dërgojë dhe në referendum. Mund të vendoste që të mos ta dërgonte në referendum, sepse e ka dhe këtë drejtë, por ka qenë zgjedhja dhe vendimi i qartë i kuvendit kombëtar. Pra le të themi që vendimi i nesërm i referendumit, rezultati përfundimtar i nesërm, nëse do të jetë pro vendimit të kuvendit, do të dekretojë shkarkimin përfundimtar të zotit Basha. Dhe si tillë edhe kjo vendimarrje do t'i paraqitet sigurisht gjykatës për regjistrim, por de facto në bazë normave statutore, të cilat hynë në fuqi menjëherë në momentin e miratimit të tyre dhe jo në momentin e regjistrimit në gjykatë, ky vendim do të kishte fuqi juridike, le të themi detyruese brenda partisë dhe brenda funksionimit të organeve qendrore të saj. Do me thënë të dielën, de facto, nëse antarësia vendos për shkarkimin e zotit Basha, ai nuk do të jetë më kryetar? Nëse e kuptova drejt? Nëse antarësia, sipas e konsultuar me referendum sipas parimit një antar një vot, vendos pro vendimit të kuvendit kombëtar që ka shkarkuar zotin Basha, pra vendos pro shkarkimit të zotit Basha, atëherë ligjërisht zoti Basha nuk do të jetë kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por nëse Basha nuk e pranon këtë, do të duhet të pritet vendimi i gjykatës? Nuk ka çështje në statutin e Partisë Demokratike nëse një organ nuk pranon vendimarrjen e një organi tjetër. Por sepse Basha nuk e njeh në hierarkinë e organeve të Partisë Demokratike, në të gjitha statutet e saj është përcaktuar qartë që hierarkia e vendimarrjeve fillon nga kuvendi kombëtar te Këshilli Kombëtar që është organi më i lartë midis dy kuvendeve dhe më pas kalojmë te organet ekzekutive të partisë, siç janë kryesia, kryetari i partisë, sekretariati dhe organet të tjera. Pra ka një hierarki të qartë që përcakton statuti i Partisë Demokratike dhe në asnjë pikë të tij dhe në asnjë presje të tij nuk ka ndonjë parashikim që një organ mundet të mos pranojë vendimarrjen e një organi tjetër më të lartë. Kjo nga pikpamja ligjore. Nga pikpamja morale ose politike, pastaj është çështje tjetër. Mbetet për të parë pas të dielës. Ndërkohë me 20 dhjetor, ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar, le të themi kështu, një protestë që përkon edhe me ardhjen e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić në Tiranë. Çfarë pritet të ndodhë me datë 20? Si do të organizohet protesta? Unë nuk di detaje lidhur me këtë protestë, e kam dëgjuar dhe unë si kundër ju një thirrje për protestë. Sigurisht ka përqenë një vendim kolegjial nëse protesta do të thirret kur, qysh dhe tek, në çfarë momenti do të mbahet, me çfarë modalitetesh, por zoti Berisha dhe jo vetëm zoti Berisha dhe eksponentë tjerë të Partisë Demokratike në kohë të ndryshme kur kanë folur kanë qenë të qartë për nevojën për protesta në mënyrë që fokusi i vëmendjes publike, pavarësisht se është sponsorizuar dhe është kanalizuar në një farë mënyrë që të jetë brenda zhvillimeve të Partisë Demokratike, të mos zhvendoset nga faktet e rënda të abuzimit me pushtetin që kjo qeveri ka qenë duke bërë dhe është duke bërë për ditë dhe le të themi të kthehet ande nga duhet dhe gjithë energjitë e demokratëve, gjithë vëmendja e tyre, por jo vetëm e tyre, edhe kujdo që kujdeset sadopak për të nesërmen e këtij vendi, të kanalizohet dhe të drejtohet në drejtimin e duhur, atë të ekspozimit me forcë çdo fakti që minon jetesën tonë demokratike dhe protestat sigurisht kanë për të qenë një mjet i tillë, i shpallur prej kohësh dhe kanë për të qenë të shumta dhe intensive për sa i përket le të themi frekuencës së tyre në kohë, por edhe masivitetit të tyre. Një gjë është e sigurt që nga ajo çka kam dëgjuar dhe çka kam parë për gjitha protestat është thënë dhe
është kujdesur çdo eksponent i Partisë Demokratike që të marrë masa që ato të jenë vërtet të forta dhe masive, por të jenë nga ana tjetër paqësore dhe të mos kenë asnjë element i cili mund të turbullojë, le të themi, qetësinë e qytetarëve dhe të mundet që të kthehet nga ana tjetër për shqetësim për ta. Në fillim të bisedës më tha që ju edhe kolegët tuaj prisni që kjo betejë në Partinë Demokratike të përfundojë dhe të riktheheni sërish të bashkuar edhe për të marrë me atë çfarë duhet të jetë betejë me qeverinë. Si e parashikoni kur do të përfundojë gjithë kjo që po ndodh në Partinë Demokratike? Le të themi nga pikpamja ligjore, kjo përfundon ditën e nesërme me vendimarrjen e fundit të antarësisë, e cila do të ratifikojë ose jo vendimin e Kuvendit Kombëtar. Edhe kjo, siç e thash, do të paraqitet përpara gjykatës si element i fundit procedurial që plotëson atë panoramën që ka shpalosur Kuvendi i datës 11. Por kjo nuk e pengon më pas Partinë Demokratike që të fillojë të merret që të nesme me gjëra të tjera, me çështjet e rëndësishme, që siç e thash kanë për qenë denoncimet, kanë për qenë përballja me këtë pushtet, me këtë regjim dhe gjithashtu edhe organizimi i protestave që janë një nga mjetet të cilat opozitat e kanë në dorë dhe në këndvështrimin tim duhet vijojnë e ta përdorin akoma më shpesh. Zoti Kasa, ju falenderoj që ishit pjesë e dritares. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve edhe ju që na ndoqët, ne bashkë do të rishihemi sërish të premten e ardhshme. Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla.